Jemi rikthyer në kuzhinën e Reze Dielli për të vazhduar me përgatitjen e recetave tona. Do të përgatisim qofte tani, kemi nisur me pastiçen. Kemi vazhduar me fërgesën me domate. Marr një të verdh, vezë. Dhe tani vazhdojmë me qoftet me mish të grirë. Kam bukën, qepën e grirë, pakës vaj, kam përzierjen që mua më duhet këtu, dhe në fund fare, jemi te fërgesa akoma për të përfunduar këtë recet, për fërgesën me domate dhe me vezë. Vezët ja kemi raush për bërë fillimisht dhe pastaj ja kemi shtuar domateve, janë zbutur dhe domatet e thata. E domatet e tjerë janë tretur fare, kemi shtuar dhe specin, ja dhe vezët dhe kjo është fërgesa për drek darkën e sotme. Pak fare spec djeks. E lëm për ta paramesuar të përfunduar. Që kemi pastiçen, ta sill dhe pastiçen dhe të përfundojmë me qoftet më pas. Marr dhe një tenxhere me ujë. Vendos një seshten për të bërë qullin. Duket shumë e mirë. Mos më thoni që dhe ju e keni qef që ti merrni këto të thekëruarat mirë. Dy recetat e para kam përfunduar, tani qoftet i kemi të zhytura më pas në salcë limoni. Do t'ju tregoj dhe përbërësit e salcës së limonit. Thjesht ndryshoj pozicione. E qofteve, po. Dhe mish të grirë qep, çka ke hedhur të brumi? Kripa, piperi tani, në moment. Pak fare spec djeks. E largoj dhe këtë dhe e punoj mirë. Është feta e bukës që është e zhytur në ujë ose në të kundërt ju në qumësht, si të dëshironi. Nëse keni përzierje të mishit të viçit dhe mishin e derit është mirë. Nëse është vetëm një lloj mishi, nuk është problem fare. Marr një lugës të voçkël. Pra do t'i përgatisim qofte dhe të skuqim dhe më pas do t'i zhysim në një salcë kremoze masa limoni. E një lugë. Tiganin. Mielin. Se çfarë përmban, e ti largoj unë të gjithë këto. Çfarë përmban salcas kremoze me limon? Duhet patjetër lëng limoni, hapim pak planin dhe tregojmë pak se çfarë ju duhet për salcën, se për qoftet ju e kuptuat që duhet mish të grirë qep, një vezë, një fet buke, krip piper i zi, pak majdanosi grirë, vaj lule dielli për skuqje, ndërsa për salcën ju duhet 300 ml, pra një gotë me lëng mishi, 100 ml qumësht, 2 lugë miell, 2-3 lugë gjalp, lëng limoni, një limon që të ketë mjaftueshëm lëng dhe spec djegës i grimcuar. Ne kemi këtu pak. Përgatisim qoftet. Pak më të mëdhaja se një kokërare dhe më pas i skuqim në vaj për skuqje. Të bëj qoftet e para. Nuk pres që vaj të jetë që të dihet pjesa e sipërme e qoftes, pra të jetë mesatar. Bëjmë të para dhe shojmë pak edhe kremin. Kremin e kam vendosur, nëse shten e kam vendosur në tenxhere. Nëse shte lëng mishi, pak qumësht dhe sigurisht pak spec djegës, pluhur ose fara, për ta ngacmuar pak në shije, ose nëse nuk e duroni dot, mund mos e shtoni. Janë dhe kështu të vogla, kështu që do të skuqen shumë kollaj.
hop direkt këtu edhe në vendin e vet, në shtratin e vet. Ty tek vaj të skuqen se janë shumë kollaj për të kthyer kur kanë hapësirë në një pjesë të gjalpit. Nuk dua më as gjalp, as opa i heq të gjitha këto. Që të kemi sa më pastër tryeza, aq që më mirë. Edhe shumë pak edhe i përfundojmë. Disa të tilla. Hop, e largoj. Vendos. Pra, e bra në mënyrën më të thjeshtë. Aty çfarë kemi? Kemi niseshte dhe ujë, niseshte, sikur se shtoj dhe pjesën e qumshtit. Nuk shtoj limonin sepse më prihet qumshi. E dim shumë mirë që për bërjen e kosit ne shtojmë limon ose lëng uthulle për të arritur djathin, kosin, djathin, gjizën, etj, etc. Shtoj derisa të trashet lëngu edhe qoftet aty. Pra ato skuqen dhe shtohen tek ky lloj kremi. Pra, i lë me një nxehtësi shumë të avashtë. Do të shtoj pak kësfare specjeks. Në fund kam lëngun e limonit. Në fund pasi të ketë marrë një valë dhe të jetë asgjë nga këto mua nuk më duhet, i largoj dhe i rrit vetëm me gatimet që kanë përfunduar. Gatimet tona kanë përfunduar, mos harroni, i gjeni edhe në YouTube-in e Reze Dielli, në faqen tonë zyrtare. Reze Dielli edhe në rrjetet sociale me fotot dhe me mënyrën e përgatitjes. Nesër vim me recetat të tjera, padyshim, të shumëllojshme dhe të shijshme. 2 janë të përfunduara, kurse e treta e qofteve është në sobe. Derisa të filloj dhe të trashet, të jetë në piksur. Do ta shihni në fotot pasqyruese dhe ilustruese. Pra për 15 minuta kjo është gati. Të lumshin duart, shihemi nesër me receta të tjera, ndërkohë ju pres pas lajmeve, pas reklamave, do të jemi në diskutim me Altin Jokën për të folur për problemet e zorrës së ndjeshme, të irrituar, çfarë diete dhe çfarë ushqime ndihmojnë atë për të përmirësuar. Ju pres.